Vërtet apo jo? Shikoje deri në fund. Ana tuat. Për shembull, Derisa une nuk I kum kap ato gjana edhe nuk I kum vërtetu vet. Edhe ti e din kush janë ato dy persona, në anglik I dyt. Edhe kry muhabeti. Jena kjartësu unë e ti, ka një vit asa, edhe këtu jena. Po jo që kem pas luftën e ti me zveti. Thjesht, ke qenë viktim në mesin e disa bisedave që ju në ba për ty edhe kry muhabeti. jo viktim, s'kam qenë me për zotin, me vërë, ti e di që s'las masin njerin privat. Ti e di që Jo, e di që s'let, po ti jo di që s'let, ti ke qenë edhe I denoncum. I denoncum, ti e di se kam qenë. Që aty është problemi. I denoncum, po I denoncum kot, jo I denoncum me fakte, se të kishin pas fakte ti ishe atje ku të kanë denoncu, si ishe këtu në makinë të folë me ne. Normal. Ti e di shumë mirë që janë me mu. E di une, I kam unë e këtë ndo letrat. Po unë jam budalla, unë jam stërkopil. Unë I qenë me piju, unë më jam maj trashi, ma budalli, se unë asë herë nuk marrë vesh spërzime shtë gjana. Më vrapë zoti për herë kum kap ka herë lapë, si që shtu në live, e në ma që hajnë e herë. Olacian, nuk është në regull, për shembull, ty me qunin tem nesër në varr. Aroni ka pagulet me më kap mua dhe nuk e di kush e ka dhonë ata. Me foralitet. Jo nga unë. E ka qenë ba puna. Unë nëse I kum suportu njerëzit, masi që kanë ra në burg për budallaqe që kanë ba. Aroni që nga bespremun e di. Që ja kum suportu edhe familjet se kanë qenë burg. Gjamo, bandit, do të kërkoj Jean, a I që anë burg, mos ta përmenim shpër zotën e që nga fa në burg. Po pa marrë parasysh, edhe nëse flitet për X person. Shitash në burg, dhe me mshit në prit më vëlla. Shitash në burg. Edhe tham dhe diçka që unë nuk ka se një film. Po që të herën e fundit si a ka thu për që të herën e fundit si ka desh me pagu 20.000 euro shoku Llomës. Nuk ka se një velin personalisht akshon, po kenash është një. O, bandit! Një minuto, po se janë të muhabete se janë nëllë shash nuk I ti ti. Se besoj se kapet Eli me 3-4 mjë. Le të fol bandit. Po rresi nuk I dish të zhona mër bro. Dëmon tash ti që të herën e fundit që Aroni ka desht me pagu për mua, se unë e hum ka direkt, mu më kanë marrë direkt, se shatë njërë si ka kërku Aroni me mshit mu më përhitu, unë e kom shok. Qëta shërën e fund të Aroni ka thonë ja 50.000 euro vesh me më të regu dhe me ku fle banditi. Do me thonë pas ke qenë edhe ti involved në qëtat fundit. Kush ka thonë këtë mund? Eli ka këta me mesazhe. Eli? Po. Po thuj Eli le të kjartëson me Aronin, që ka semi këtu? Ti ja ke thonë lek 20.000 euro Aroni ti ke thonë, ja pagu hynë vesh me bazha banditit. Që të herën e fundit që dash, si janë pagu. A je sigur që tu I shkru Eli këtë fjallë? Po, 1 milion për dhe vjedhe ti thotë edhe... O El, mos ma qaj karin me rena, o El, për ubi. O rëtkari. Mos ma qaj karin për të thamë me provokime. O Sem, në qofë se vazhdo me sha, Jo, si më të shapa, mos ma qaj karin me sa të shkujtë e sa Instagram ke banditë. Për kokë familjes për më bërë, dhe vesh mos përmend fjallë pista, edhe të thotë edhe vetë. Rëtkari, ke arë këtu me ba intriga, se mjaftun intriga që I bane që qita Alex. Po pse I Diegu këtire? Bambe në kokë familjes alë si kemi mesazhe, pa kokën e rëvë alë kemi mesazhe. Ase s'ma ha menje se në gjëj se kanë, nuk e besoj se... Pa shkryt e familjes... Se besoj se... Pa jam, se nuk ma ha... Unë se besoj, për zotë unë se besoj. Pa le më qas besot t'i alash se nuk I di histori, disa le kanë desh me mbanda më këta më. O, s'di saj mot mi këshit thonë mushet dhe lek, po problemi janë se besoj. Ta këm ha pa, po pëse se më ke thonë më për para, pa shkokën e familjes. Shpert më se futa pa dashe, dili ashtë. Hapja pak Elit mërë. Dili ashtë, shëtan. Unë se besoj për vete. Që pati, pse I ku,
Ha më laçon, pse u mërzite? Të pyte, Qa bona fut e vëta ta merë menje, dy se ka më qa Nuk unë. është ta ke gjë me mu, të bona pyetje, më thanë, ato shah laçoni ardhë të pyta. Pas e ato shah Leçani. Leçani, si do leksi luni unë privat qorë një Leçanit. Le ti dërgon ato mesazhe, thotë ta kam bërë gjun, thotë. Okej, tash ti dërgoj. Okej, tregoni. Ose nëse e ke bën shit punë pasha kokën e familjes, të premtoj. Prit, mas të thuj gjoj herë, prit. Mu më ka thonë ajtë që kë pagun. Këtë mesazhe këtia si kam parë. Du më rajt. A pa të herë s'pasa faj ky, bro. Në këtë, se kë hell gujnë e më shej dorën. Pse i ke më hajtë e falë këtu? Më sik. Edhe si thoshën Do e... të ki ojl shitja laj poshtë kokën e familjes. Do me thonë me shkujt ty kushin privat e besot i el, se ato shah Leçani ose filoni. A ka thot mesazh me Aron në budallar, origjinale re, si shive rap. Sa ka thot mesazhe me adresë ato. Ti ishe të shah kur hina, unë ja tërë sa hina. Pa ja, mërbote, pa që kam qanë të shah unë e burë që e thu. Unë shaj kërkan këtu më TikTok drejt për drejt, asnja. Do me thonë mu shah ftyrë me kanë, mas me unë shaj shto me komente. Se i ko ke plakushit, që pat? O, Katani, Shike thot edhe të kam bërë thot. Po hajde më të thamë sy, thuj, s'ke nevoj me ikë. Hajde, fotosem, hajde. Mos i ka vlashu si i ka delë shumë kesh o sem. Rap. Shang të muhabeti se kena bë, si janë paguar 20.000 euro që dash të i shokë llo me Jaronit, të një vrasës dhe me. Që ka vrarë njerëz, se të ma klari për ta. Djela i shumë njerëz. Muhabeti e ti ishte që mas ma ngacmo plakun, se kështu a muhabeti se ato mlon lekt për banditin. Se unë isha në shërë me plakun në atë kohë. A kupton? Ta për ti qaj kështu me mesazhe. Për shtë të thash osem, e ke i mlef me mua, për shtë ta bona që të pytje. Moderator gati, gjithve, moderator. Hez, dajak. Dajak se më stolin unë apo. E ja qaj banditit se sem të marrë me ta mesazhe. Jam marrë bëllë të 7 ditë me mesazhe. E qëtë vetë kë. E ke bon dhe atë punë osem, ha? Kënej të artë të mbonë si mirë, e kënej ka investo për mua, e ty bravo të qoftë. Kështu janë këta. Leçani full 20 minuta, edhe nuk Të shita në rëpë. Dish pak, Leçan, edhe nuk përmen Leçani emër. Ai që bon memo, aq ignorant është, ju ai, po dhe krejt ata që e lexojnë tekstin Do e të tij shita nga në memo, rëpë. ai i qet emrat, ai thët me banditin e ka. Ti parasysh ti. Leçani 20 minuta fol me mos përmen emra. Edhe fol në përgjithësi, ai shkon edhe shkruan e ka për banditin, e vjedhi banditi, e futin burg banditi, e boni banditi. Ke për ai shkon i shkruan ta mush faqen me shkrim aty. Po, se do me e ba sa ma shumë vëmeni. Këtë shumë ki ignoranta, që në vend si me ndigju që ka të thonë Leçani, E besën ai shkujtë. shkon i lexon që ta rreshta edhe të vjen të laj fyet këtu, edhe thët bandit, hajdut. Ke parasysh ti? Nuk të hajdu dhe mund të. Po, ekzistojnë, ka njerëz, po nuk janë shumë prej tyre. Po që janë shumë boll të një audiencë që ka më në për shembull kohë të fundit ka 2-3 vetë, të vinë çdo i dyti mesazh është i njëjtë. O moderator. Futi më fshesën, o moderator. E kështu pra, kështu. Ty bravo të qoftë, pse je ka arrit qëllimin duket që ke marrë. Edhe pse mos më arrit. Kuj për gjepit s'pja marrë, me lekët e mija jënë të bo. O moderator. Një më të mu, Rëbë më të lodhë. në formën e Si ka mundësi si kreti një move, vetëm kozak braçi nuk e një move, më vonë. Edhe ka me të ta morë ngoj shkrej. Kush e kom një mua dhe kozak braqin. Lekët e fiber të unë ja kom dhanë. Sa le? 8.000 euro. Po qa bo me këtë fibrin? O është në zorë, bërëzërim, si Sa të të kam. janë Allah. Qa bo se këta dule deficit, Allah, këta s'mona si leka, Allah.
Nuk e di. Unë Më gjujtë semi mu 6-7. pas gjatë përzim aty përveç që kom harxhu me faktura të ble pik 870.000 euro. Sa pikë më gjujtë mua se më atëherë ke fajbri? Ke blet 870.000 euro në fiber. Po, për 2 muj. Sa kom qëndru aty dhe ik. O Sem, sa më gjujtë atëherë ke fajbri mu? Nuk e di përbes një makinë ta kom gjujt. Po, 6-7.000 euro bandit, mora vetëm 500 euro. Bandit. Nuk e di pse, e të kuptova, e mora veshela figurë. Si ka gjujt lek shumë, kjo e di edhe unë që ka gjujt. Po, më gjujti mu 6-7.000 euro, po thamë mora veç 500 se nuk mi dhanë. A do me të shu fakturat sa kom dhe... Pse, se ka qenë në stardini pse? Po pse si fute, pse si dole me fol me ta, bro? Po që mi folë e plasë ato folë më dole goja mrapa? Qa ti ban gol? Oj, nuk di zonë që më bani, i ktheva i gjujtun, që ti bansha? I bje si jakon katallin me ty, bro. Po për të hanën, pa pse veç me mu? A veç me mu? Sami pra ka pas akses te fiber, pse si du Samit ku janë lekt? Kur për jetë? Ora, ti Aleksi... Ku e zete, po ku e zete? Që keni pas akses, ti Aleksi, aty keni pas. O bandit. Për kryp qunit jo. Po për këtë bandit, ramet gjoj që ke pas aty se me hell shak esh lek se e suportut shumë o burr. Ti klevi si shke suporto kur e paguit klevin hin edhe klevi jo. Na si na budalla jo osem. Për Na kryp ti ke qenë parë që O bandit. Semi asni. Kem A pas doni me ditë se si Vish pak Lecian, te kjerë se që të punë. Kem pas takim biznesi. a ke pas aksionin në qatë app? Jo, por kom pas takim biznesi që është flit për aksione. Edhe s'kem ra dakord për çmimin edhe kry muhabeti. Semi vetëm që ka gjujt 870.000 euro aty. Sen s'ka pas asnjë akses të ta. Okej, po pse e suportushë, po pse nëse ka fol për fiberin shumë ti? Kush? E ke suportu shumë fiberin ti. I ke dhënë shumë. Ata marrë që Po deshe me thonë. ishte i qun pronari që është për Shkodër, është i qun shumë i mirë. Unë thjesht kom dash me suportu valla. Po, ti se s'kam punë me çaun ti gjove të shoh, unë të shoh marr. Ke parasysh me çaun ti. O bandita, do me thoni që kur për jetë. Edhe mu kanë kthy 3 akante 50 me level 50 prej TikTokit edhe jam i vetmi në TikTok, në historinë TikTokit që i kthejnë dikuj 3 akante mrapsht. Mu ma kanë bo kontrolin prej asterin zhë. 22 karta krediti i kam, 22 janë verifiku. hanë vetë samë. Allah, që ti e ke i destinacion e ke, unë e di shumë mirë, po me kohën do të dali. Që ti nuk je budalla as ti me i bon gjitha këto veprime. Gjithë këtë lek ti e ke bon për arsye. Se ti e vetë tha se unë jam kurioz. Edhe kur e mendoj fill ti e ke i zhan krye. Po shive tash bandit, është shumë thjesht ta kuptosh. Une për me hap gërgërën ka menu shumë gjatë. Edhe normalisht, kur do me pas një biznes të suksesshëm, ti do t'investosh në ta. Nuk o që pe hapi dhe thu kry muhabeti, fillova me fitu. Jo, jaran, duesh me investu. Qa kom bo une s'kam qenë gifter vetëm Kosovë, vetëm Shqipëri, ose në vetëm në Itali. Unë ja kom qirap në krejt botën. Okej. Edhe nuk jam të hapune TikTok vish për shqiptarët. Sa ma pak shqiptarët do të ketë aq ma mirë është për mua, vlla. Unë jam të hap diçka nivel botror. Ka lek shejtan, ka. Jam të hap nivel botror, edhe pse unë kom thonë 5 vitet e fundit 75% i shkojnë dojtarëve, 100% i shkojnë njerëzve me nevoja, sepse i kom bo këto kalkulit. Njoft o bandit të në bota e njoft. Pasha zotën. Me lek të veta, me punë të veta, strategjie vete, njoft të në botën, çdo lloj që është influencier me audiencë më të kom investuar vlla, në marketing kom bo. Momenti që të hyrë semi ke live-i qorë në gamën
Me t'i tregune letrat që Pse vinë... më shko mendja se ti thjesht Ti kanë rëta në Bruxelles. Ti shkavela. Pse e kom menduar sikur ti e ke kapi farë moshën, që dash se e ke kapi shumë moshën që ka për mua. Po ti do me lanë emër mrapa, më duket. I ke shumë lek, do me lanë emrin tonë mrapa. Jo. Do me lanë hapin tonë mrapa. Do me lanë disha mrapa se ku të vdessh, me të kujtu njerëzit. Jo, nuk është kjo pyetje që të regojnë ty. Une kam biznis që 27 vite. Biznisi jam aktualisht që jem të e bo ende, të erin 2030 që do të mbylli, është biznis shumë i ranë. Më kërkon shumë kohë, shumë udhëtime. Punoj me shtetet që temperaturat janë shumë të larta. Edhe unë kam një të keqe se punëtorëve ju rritë e kamtë. Nuk i qoj punëtor, për shembull në Arabi Saudite e vetë rri në Greqi në plazh. Ke parasysh? Unë jam ma punëtor se punëtorët e mi. Unë kam vendos vlla me ul këtë biznisin e ranë që për mua është i ranë, edhe me hap një biznis të ri që mas 5 vite, mas 10 viteve, unë dakord që rrinë Greqi edhe biznisi hec vetë. S'ki nevoj ti me mi hyp avionit, mule atje, mule këtu, monto, sjelli, bani, regulloj, qoj apet, u kry më abeti, dha. Gjithë kush i ka ato limitet, kur fillon i biznisi ka limitet, edhe këta që mirën me drogë, e bojnë për 10 vjetë edhe e krynë punën, tani ndrojnë biznisin, a u këtanë. Kjo është ideja, nuk është ideja që me lonë emën. Unë kom lonë emën të nipat e mitës, të nipat e vllazit, të motër, këtë që ka i kam, si ja u kom siguru jetën, sa të nëzallë. Qka po më intereson me lonë emën të dikush, une? Për çka? Pjesë moderatorin e gjallë. Çfarë rëndësie ka ti me lonë emën dikun? Mësë xhami një me lanë emër. Xhami me lanë emër, unë jam as prift, as hoxhë vlla. As kryetar shteti, as kryeministër. Çka me lonë emën? Ti kur të ki familjen tonë të rregulluar, i ki nipat, mesat, stërnipat, u kry më bet, ki lonë emën të ata përmenin këtë jetë në sot janë gjallë. Qa ka lidhje, sidomos audienca e TikTokit, që është as 0.05% e njerëzve në bota, u këtonë. Qa ka rënsi, qëfar fitimi kiti me pas emën, ose me lonë emën? Është e vërtet. Edhe më shumë që jam një vetë, së një 55 vjeqarë. Okej, qa fitimi pate ti, me dhonë, është e vërtet që kjo kontratë si ke bo me klubin 2 milion euro? Si flitet për ta dhe e kom gjuhë dhone, vërdal, është e vërtet? 2 milion jo, por 1 milion i gjysë. Okej, 1 milion i gjysë, është e vërtet? Po. Okej, qa përfitat ti si i hell 1.5 milion euro, në që se ti s'do dhe meni e zhona si ka thut ti, pra, me lanë emër, pse ti pagu 1.5 milion euro, qa duhet ty me menagju klevjen? Shumë thjesht. Klevje për shembull ka audiencën. Thuj profitet, lutem thuj profitet. Profiti është audiencën që ka klevje se ka asnjë shqiptar. Okej. Këtu. Unë kam pagu atë Pellerin 2.5 milion dollar. Kush a Pelleri? Është një i Afrikës. Si më ke pagu Afrikanët? Po. I ke dhënë 2.5 milion? 2.5 milion dollar. Pelleri kur të futet live që tallet me Lacianin, i ka 100.000 persona që shiqojnë, me orë tëra. Okej. Kjo është investim, vëlla. Unë për thëmë, duesh me bo marketing... Qa fita, qa leku me mrapshti. Të me thënë koncertet si bo klevjo, a i merë ti lek ta po klevjo tani? Qa ka të bëj klevjo, unë qa të kom bojune me koncertet e klevjës. Po, a ke si bje, qa kontrati ke bo me ta për tjera, vëlla, si ke dhe 1.5 milion euro? Qa kontrati? Bo për gërgërë, vëlla. Aha, ke ba për gërgërën, po shpjegona po. Çfarë koncerti klevjes? Tani unë e kom menduar se unë kam qenë të mos sikur ti ke bë kontratë me ta dhe çdo gjë, për shembull ti do me bë koncert te shkollë në Ndeshari, thu klevjes po do shkosh. Edhe kleve duhet se s'bë me shku me bë koncert në Xhadi. Jo, s'ka të bëj kurrë. Shife, unë me klevjen përveç që një vit kemi miqësi familjare se jemi të lidhur me persona. Unë s'kur gjë s'kom bëj me koncertet e klevjes. Thjesht shkoj marr pjesë. Ke pagu 1.5 milion për gërgër, qa do ndryshoja e në gërgër, qa ka më ndryshu? Po ta thash ma herët, po si ndëgjove.
Audiencën që ka. Unë i vlerësoj njerëzit punëtorë. Dhe më thonë ke dhënë 1.5 milion vetëm për audiencën, për gërgër. Po. Po, e di qa audiencë ka Klevjo? Ka Klevjo sarë që të hinë ka 20.000, 30.000. Çfarë audiencë ka mrapa Klevjo? Çfarë audiencë? Kam 20. E di shumë mirë. A i ka 50% tamon? Po, edhe ma shumë. Ka shans. Pik shansi. Ti po folë sepse ti nuk i njeh rrethanat. E ka thonë live ai vetë. Edhe shat 50% që si e ka prej muzikës. Si e ka tamon. Që una si për shembull si Bosha Lashit e me atje. Po këta që rrinë në stop live nuk i ka. Gjej sekund. Po kjo gërgëri i duhet shumë. Kamera bëni blok që nga krejt dhe motorshimave. Kush përmen nga familja se cilin që blok. Ora, bravo që se e ka Klevi është personi ma me famë me mashtu, e di. Po i zhanë nuk i kuptoj një unë tani. I zhanë jem shumë kurioz edhe pa ofendu ti, ose Eli, ose Alexia, s'ko kush du mu më ofendu për shtë si më ka thëmë, vetëm më ka thëmë. Si ka mundësi e vlla tani? Se ti nuk flet me Elin. Klevja flet me Elin. Janë dëgjona edhe ju këtë fliti me njëni tjetër në vlla tani, si i bje kësaj pune vlla, si nuk kuptoj. Sta i dhe ajo, ta kësërë Unë e kom pa një memo bisedës tyne, por e kom dëgju, unë memo t'i ndëgjoj shumë me vëmendje. Se tani, Klevjo shumë i kjartë armiku të është armiku, jo du të me konë si regull. Armiku i shoku tem është edhe armiku jemëre. Una? Në fund ditës, ka armik shoku jem, është edhe armiku jem, njësoj. Pa më varet në qëfar aspekti e shefti armikun ta. Në gjdo dhe aksepti. Ski o bandit, ski armiq në përmes TikTokit më si aqirapt. Dhe më thonë nuk e quaj O bandit, problemi TikTok është ndërë këtu. As ke pas fol me Semin ti, e kam pas ban live-un dhe me ty dhe me Semin. Ora, po ky me sa po e pranoj se me Klevjen janë shumë afer. Ora, dakor. Familjarisht në jenë atë lidhën tash me Klevjo. Janë të lidhëm automatikisht. Problemi që ndërë që... se Klevjo, unë e kum pa memën, se s'kam qenë të live, atë e kum pa memën, Klevjo ja ka bo me tije që të folë pa lejet Semit. Si pa lejet Semit? Në aspektin që unë kur se kum bo laf me Klevjon për El Parubin. Dhe me thonë nga sa dashëm rapa i nuk flet ma me Elin, i bje. Kush? E Klevjo. Jo më Klevjo është i lirë me folë me kërkonë, si andaloj kërkujna me folë me dikon, o vla. O bandit, unë personalisht mos ta bëj marë ty shoj këta, mos ja bëj marë ti, mirë ja bëjnë e ti, kjo është arëmësisht. Po për zonë mu, për shumë njërë që jem shajt me ta me racë, më vje shumë kesh pa i mikë si e keti Klevjen, me folë me shatë njërë si më shah mu. A di qka është në rënsi ti bandit? Nëse ti e shef një njeri që po të shan del flet për shembull për ty një javë ditë shan, një javë ditë rresht në live. Okej. Edhe ta merr mendja në bazë këtyne zhyllaqave që përcjellin atë live edhe që kanë zero vlerë, bojnë meme, qesin meman e knej. Të merr ty zotnia në telefon, ta hap kamerën, pa e bo publike këtë punë, edhe për 20 minuta rresht të shanë me krejt qka ekipo të këshyrë në ftyrë të shanë. Cilës gjë jep ti ma shumë rëndësi, jep asaj që ki folë live, a që të morri njeri e të shajti në ftyrë. Jo, në privat. Kryj mua beti, ta shë kuptove. Unë kështu e mendoj. Në qovë se i tjetët merë me kamer ty e qanë ftyrë, dje se ka uretje, ka gjanë personale me ty. Kujtja ke bon që gjanë si e ka thonë, për me ma emrin tani. Jo, unë s'po thëm kujja kom bo se kush ma ka bo. Unë po të thëm, ka ndodhë gjana tila që në privat, kur e ka marrë t'i kush, i ka thonë, o zotnia, jeti që i që po më shanë të nditën, po, në TikTok.
edhe për 40 minuta se kalon me fol. Si 40 minuta s'kalon. 40 minuta telefonat. Kështu që nuk I jepi unë fotografisht sharjeve, fyrjeve, t'ja peshen. Për që një avdit janë do thonë Semi e futi Aleksin burg, Nuk e ka ba, nuk ka thot e ka ba kjo çuna, si e ka këtë shkuptoni, thot e kam pa, thot, kanë qenë dy persona tjerë, nuk si e ka me kërka ky, nuk ka ky ai që e ka ba. Ky thot e kam pa I just still. Kam video telefonata që kanë ndodhur që mi kanë qenë njerëz që e kanë bërë. Ka ndodhur, thot. Edhe ajo është burnore. Jën kjartësu Mirë. përmes telefonit. Kote kiti kur shef për shembull për një avdit tresh dikush t'akuzon ty bandit që se ke pas bëj kërgjo me atë punë. Për shembull ti mundesh me thonë ton ditën sot e futi Laciani Semin Burg, e futi Laciani Semin Burg, dhe shkoj vishtu përsërit ato. Po kur del realiteti, çka thut atë? Ngjoni pakar, se nuk kam fol hiç, po du me e thoni gjanë që e urrej dhe e kam pa këto ditë e funit, ka një javë, do me thonë me përzit me vjell. Njerëzit dhe burrat ma të degenerum që ekzistojnë në TikTok janë ato që marrin fatkeqësinë e dikujt tjetër dhe e përdorin ke live vetë për audiencë. Bëshima, ma djem kurva, ma burra kurva, folin, kanal për shembull kesh kuptimi I gofandën I ke vetëm të fol të ban si burrat mirë. Po shkoni për dhe rastar bëshima, shkojnë e merë me fatkeqësinë, me vdekjen e njëri tjetrit, me aksidentin e njëri tjetrit. Po pse folni? Pse përdorni atë